Një ngjarje e rëndë është raportuar në Rahovec, ku 2 persona janë gjetur pa shenja jete në një banesë në rrugën Halil Hamza. Rasti është paraqitur në stacionin policor në Rahovec nga një familjar, i cili ka njoftuar se gjatë vizitës tek kushëriri i tij, i cili jetonte i vetëm, i ka gjetur të shtrirë pa shenja jete 2 persona. H.M. rreth 86 vjeç dhe J.M. rreth 64 vjeç. Në vendin e ngjarjes ka dalë mjeku kujdestar, i cili ka konstatuar vdekjen e të 2 personave. Pas konsultimit me prokurorin e shtetit dhe prokurorin kujdestar për krime të rënda, rasti është inicuar si hetim i vdekjes, ndërsa është urdhëruar që trupat e pajetë të dërgohen në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave dhe shkakut të vdekjes.